Po, me që jemi te shefi i UDBA-s Jovica Stanisic, edhe këshilltari Miloshit, na shtaki informacion që ajo është taku në Brezovic me disa krerë politik të klasës tonë politike të asaj kohe. Derisa ishte Kosova në okupacionin e Serbisë, ata këtu ju në sjellë kanë shetit sikur gjetiju në për Serbi. Ata e kanë konsideru Kosovën pjesë Serbisë, u konë një farë objekti si shtëpi zyrtare në Brezovic, i thësh në policisë, po, ka shfrytëzoj për nevoja zyrtare tjera, ato e patën bo si rezidencë të vetën, policia, më thojmë policia e Kosovës, ajo ishte polici e Serbisë dhe Kosovën, policinë e Kosovës e kishte si kur tash që e kanë policinë e regionit Nishit apo hajde të Vojvodinës e kështu po kanë nejtë, jo vetëm atje qitu ndërtesën e policisë. Pa mund të dim me emra për shembull kush ka qenë në takim, se përfolën shumë emrat prej Kosovës. Po që ata që kanë qenë në shërbim Serbisë, në fillimisht që atëherë metën që u donë pej neve të policisë, Rahman Marina, Jusuf Karakush, do Sërbë që ishin aty ma faktorë se këta në polici, për tjerë nuk di, ama ajo u botë një prej statusit një veni zyrtar që e kishtë të Kosovës, u bo si e Sërbisë, me këta bashkëpunëtor të vetë që kishte këtu, a kishte Serbia bashkëpunëtor këtu, mas 90-ës, deri në 89. Sigurisht.